Përmbaruesit privat gjunjëzojnë shtetin skema e mashtrimit me kredite vjetra, po shantazhon e dëmton qytetarët. E kur udha Tiranë-Durrës drejt përfundimit, investimi që do të afrojë dy qytetet pritet të mbarojë brenda këtij viti. Kesh ul tarifat për energjinë me qëllim shlyerjen e borxheve nga ujësiellës kanalizimet. Rikthehet magjia e UEFA Champions League, Milan pret Tottenham, Paris Saint-Germain përballet me Bayern. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ. Bulevard Televizion ka nisur që prej ditës së djeshme publikimin e një sër faktesh lidhur me skandalin e skemës së mashtrimit me kredite vjetra, që vijon prej kohësh në Shqipëri, pas denoncimeve gjithnjë në rritje të qytetarëve dursak në lidhje me shantazhin që po u bëhet për të paguar kredi që i kanë shlyer një herë ose nuk i kanë marrë kurrë. Bulevard Televizion vendosi të publikojë faktet që tregojnë hapur se kjo nuk është gjë tjetër veç se një skemë mashtrimi. Televizioni Bulevard nisi një ditë më parë publikimin e fakteve rreth skandalit të qindra qytetarëve dursak, e mira qytetarëve shqiptar që shantazhohen përmes kredive të vjetra nga një skemë mashtrimi e cila nuk po ndalohet nga autoritetet. Dhoma e përmbaruesve ka ngritur këtë problem që prej vitit 2022, ku përmes një shkrese u bën thirrje bankave në vend të lirojnë menjëherë llogaritë bankare të mira qytetarëve. Nëse në shkresat me përmbajtje përmbarimore që u kërkojnë të ngrinë këto llogari, gjendet adresa mashtruese kutia postare numër 7469. Gjithashtu në shkresë bëhet thirrje për denoncim të menjëhershëm pranë organeve kompetente për këtë problematik. Dhoma kombëtare përmbaruesve akuzon publikisht guvernatorin aktual të Bankës së Shqipërisë për licencimin pa asnjë kriter ligjor të disa institucioneve financiare jo banka dhe mikrokreditin në vend dhe mos mbikëqyrjen totale të aktivitetit të tyre. Në veçanti të Microcredit Albania që në bashkëpunim me ADCA kanë shkaktuar për disa vite rresht pasoja të rënda në jetën sociale dhe ekonomike të mijëra familjeve dhe qytetarëve shqiptar. Në emër të dy përmbaruesve privat që kanë sigurisht bashkëpunëtor, ka nisur një fushat telefonata shantazhuese për të marrë para përmes kërcënimit të sekuestros nga qytetarët. Në emër të ADCA që ka në dispozicion me sa duket lista numrash telefonik, kryen telefonata jo vetëm drejtuar qytetarëve që zgjedhin të shantazhojnë, por madje edhe tek fëmijët e tyre, një pjesë të cilëve kanë lindur pas viteve kur datojnë këto kredi të vjetra. Po kush janë dy përmbaruesit Elidon Xhindi dhe Fatos Alimadhi që po shantazhojnë qytetarët dursak dhe jo vetëm? Përmbaruesi Fatos Alimadhi është vënë në prangat e policisë së shtetit më 15 prill 2022, i liruar më pas për t'u hetuar në gjendje të lirë. Sipas policisë, Fatos Alimadhi, i cili është vëllai i ish-deputetit Adriatik Alimadhi, akuzohet se ka shpërdoruar detyrën me firmën e tij të përmbarimit privat pa njoftuar një subjekt. 55 vjeçari është një emër i njohur për policinë, pasi në vitin 2018 u vënë në pranga po për shpërdorim detyre. Alimadhi në 2018 akuzohet se duke shpërdoruar detyrën ka përfituar nëpërmjet vjedhjes shumën prej 32.000 euro në lidhje me shitjen e një apartamenti, duke shitur disa herë më lirë nga sa e parashikonte ligji. Përmbaruesi Alimadhi në atë kohë është shmangur hetimi duke zhdukur dosjen përmbarimore në lidhje me shitjen e një apartamenti ku në ankandin e dytë në bazë të ligjit duhet të shitej me vlerë 20% më të ulët se ankandi i parë, por ky apartament është shitur disa herë më ulët se kjo vlerë që parashikon ligji, duke bërë që përmbaruesi të përfitonte shumën për 32.000 euro. Edhe në 2015 Fatos Alimadhi ka qenë në gjykim për mashtrim me pasoja të rënda pasi ka përvetësuar 4.5 milion lekë të reja të disa shtetasve, të cilët kishin përfituar të drejtën për shpërblim shëndetësor. Por me sa duket qeveria socialiste dhe drejtësia re nuk shqetësohet nga të tillë faktor, pasi ndonë se i hetuar 3 herë për mashtrim, Alimadhi vijon ende të ketë aq pushtet sa të lëshojë urdhra përmbarimor. Ndërkohë Elidon Xhindi është shpallur fajtor nga gjykata e Tiranës për shpërdorim detyre në 2016 dhe është dënuar me 1 vit burg. Ky përmbarues privat, nga veprimet e kryera nga i pandehuri Elidon Xhindi, një tjetër përmbarues privat, në cilësinë e përmbaruesit gjyqësor, kanë ardhur pasoja për një shoqëri si dhe për kallëzuesit, të cilët kanë humbur të drejtën e kalimit të pronësisë së apartamenteve, të cilat i kishin porositur që prej vitit 2005 me kontrata sipërmarrje në këtë shoqëri. Këta shtetas, edhe pse për disa vitesh banonin në banesat e tyre, nuk kanë qenë në dieni të procedurës
procedurave përmbarimore të kryera nga Helidon Xhindi. Procedura këto të kryera në kundërshtim të hapur me ligjen. Vepra penale nga Helidon Xhindi është kryer me dashje, pasi sipas gjykatës, veprimet ose mosveprimet në kundërshtim me ligjen të kryera nga i pandeuri janë flagrante me natyrë procedurale dhe përpilimi i procesverbalëve fiktiv, sikur shpallja është kryer, përbën mospërmbushje të rëndë të detyrës nga i pandeuri. Një indicje mjaft e rëndësishme, thot gjykata, e cila lidhet ngushtë me provat e tjera të administruara në këtë gjykim, që tregon se përmbaruesi ka dashur me çdo kusht të vazhdojë në mënyrë të palishme procedurën përmbarimore, është mosdorëzimi në origjinal i dokumentacionit të ndodhur në praktikën përmbarimore objekt gjykimi, mosdorëzim që Xhindi e ka justifikuar si pamundësi për ta gjetur procesverbalin e kërkuar. Ndërkohë që Bulevard Televizion do të vijojë të publikojë të dhëna të tjera në lidhje me një skemë mashtrimi, në grackën e të cilës kanë rënë shumë shqiptar, i takon institucioneve kompetente të reagojnë menjëherë, ndonse me vonesë, pasi nga dhoma kombëtare e përmbaruesve apeli për të denoncuar rastet dhe akuza se kjo skemë mashtrimi po lejohet të vijojë nga mashtrues të njohur për organet ligjore, ka ardhur që një vit më parë. Hekurudha Durrës-Tiranë do të përfundojë brenda këtij viti. Ky investim, i cili do të shkurtojë distancën midis qyteteve në 22 minuta, ka nisur të realizohet për të finalizuar brenda 2023-shit. Prej disa ditësh ka nisur punimet për hekurudhën Tiranë-Durrës dhe Tiranë-Rinas. Kjo hekurudhë, e cila do të shkurtojë ndjeshëm distancën mes dy qyteteve, pritet të përfundojë brenda këtij viti. Aktualisht ka nisur punimet në terren për të realizuar këtë linjë, e cila ka një gjatësi prej 39 kilometrash dhe do të shkurtojë distancën mes Tiranës e Durrësit me 22 minuta, ndërsa distanca Tiranë-Rinas do të shkurtohet me 12 minuta. Prej disa ditësh mjetet e rënda kanë nisur nga puna për largimin e shinave ekzistuese dhe shtrimin e traseve të reja. Aktualisht punimet janë përqendruar tek ish stacioni i trenit në Durrës, aty ku dhe do të ndërtohet stacioni i ri. Burime nga Drejtoria e Përgjithshme e Hekurudhës thanë se janë kryer 40% e punimeve dhe janë shtrirë shinat në zonën e Vorrës, ndërsa kanë përfunduar 8 ura. Puna aktualisht po përqendrohet në ndërtimin e terminalit në qytetin e Durrësit. Grupet e punës kanë përpiluar 200 dosje shpronësimesh që prek investimi nga Vora në Rinas, që arrin vlerën e afro 3 milion eurove. Ish-ministri Lefter Koka ka kërkuar sërish zbritje të dënimit për shkak të problemeve shëndetësore. Koka ndodhet në burg prej muajsh në pritje të përfundimit të hetimeve, teksa po përballet me disa akuza si korrupsion e shpërdorim detyre. Ish-ministri i mjedisit Lefter Koka, i cili ndodhet prej muajsh në burg, i ka dërguar 2 kërkesa gjykatës së lartë për ndryshim të masës së sigurisë. Ndërkohë që ndodhet në burg për aferën e inceneratorëve të Fierit dhe të Elbasanit, Koka ka kërkuar zbutje të masës së sigurisë për shkak të problemeve shëndetësore. Këto kërkesa priten të shqyrtohen nga gjyqtari Medi Bici të mërkurën e 16 shkurtit në gjykatën e lartë, ndërkohë që kërkesa për zbutje të dënimit i është mohuar më parë ish-ministrit Koka, kur apeli i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar la në fuqi vendimin e marrë nga GKO në 25 nëntor, ku liej në fuqi masa e arrestit me burg për ish-ministrin e mjedisit Lefter Kokën, pavarësisht se ky i fundit kërkoi ndryshim për shkak të gjendjes shëndetësore. Gjykata e posaçme i dha të drejtë Kokës që përveç vizitave mjekësore në ambientet e paraburgimit, ku po pret përfundimin e hetimit, të ketë mundësi për trajtim në QSUT dhe në qendra të posaçme. Ndaj tij janë vendosur 2 masa sigurie, arrest me burg për 2 incenerator, atë të Elbasanit dhe të Fierit. SPAK e akuzon Lefter Kokën për shpërdorim të detyrës, pastrim të parave dhe korrupsion, 3 akuza të rënda me të cilat ish-ministri tashmë po përballet në betejën e tij me drejtësinë. Ish-ministri Lefter Koka akuzohet se ka përfituar 3.7 milion euro nga inceneratori i Elbasanit. Kryeministri Rama dhe Ministria Milva Ekonomis së bashku me delegacionin e qeverisë shqiptare kanë zhvilluar ditën e sotme një takim me Kryeministrin e Emirateve të Bashkuara. Ministra e Ekonomi ka nënshkruar një marrëveshje me homologun e saj nga qeveria e Emirateve për shkëmbim të përvojës lidhur me zhvillimin dhe modernizimin e qeverisjes. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar këtë të martë një vizitë në Emiratet e Bashkuara Arabe, i shoqëruar nga një grup ministrash, mes të cilëve dhe Ministria Milva Ekonomi. Përmes një reagimi në rrjetin e tij social Facebook, Kryeministri Rama bën me dije se delegacioni i qeverisë shqiptare ka zhvilluar një takim me zëvendës presidentin dhe kryeministrin e Emirateve të Bashkuara Arabe. Në kuadër të këtij takimi është firmosur dhe marrëveshja e bashkëpunimit, shkëmbimi i përvojës në lidhje me zhvillimin dhe modernizimin
modernizimin e qeverisjes. Marrëveshja është firmosur mes ministres së shtetit për standardet e shërbimeve Milva Ekonomi dhe homologu i saj nga qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe. Kjo marrëveshje ka në fokus realizimin e projekteve të digitalizimit në vendin ton me mbështetje të Emirateve të Bashkuara. Më herët kryeministri Rama mori pjesë dhe në samitin e qeverive botërore në Dubai, u mbajti fjalën e tij në lidhje me rëndësinë e grave në qeverisje. Vetë Rama shkrua se mori pjesë në samit për rastin e shumë vlerësuar të Shqipërisë për rolin e grave në qeverisjen dhe shoqërinë e shekullit të 20. Rama shpreh ndër të tjera në fjalën e tij se prania e grave në qeverisjen që ai drejton nuk ka qenë një projekt i parashikuar, por një nevojë e lindur. Dua ta them shumë drejt për drejt. It has not been about a model, but it has been about nuk ka qenë fjala për një model, ka qenë fjala për një nevojë. Make things happen and to get things done. Për t'i realizuar gjërat. I can witness për by të kryer experience that gjërat. what Margaret Thatcher Kam qenë dëshmitar said is really true. me përvojën time i asaj çka Margaret Thatcher ka thënë që është e vërtet, se nëse dëshiron të flasësh, gjej burrat dhe boje. Nëse do që të realizosh gjërat, gjej gratë dhe boje. Është tjetër çështje sepse Margaret Thatcher ishte vetëm një grua në kabinetin e vet. Mund të dëshmoj sipas përvojës sime se shanset me gratë për t'i realizuar gjërat janë më të larta se sa me burrat. Nuk pretendoj që ky është një model për të gjithë, thjesht flas për Shqipërinë. Kryedemokrati Sali Berisha në një mbledhje të kryesisë në Selim Blu ka bërë thirrje këtë të martë për mobilizim të strukturave. Berisha kërkoi të bëhet një punë më intensive në terren për të bindur qytetarët që të bashkohen me revolucionin që sapo ka nisur. Ndërkohë Berisha nuk është tërhequr nga retorika një ditë më parë, ku akuzon se ka një video erotike të ministreve, të cilën refuzon ta bëjë publike. Sali Berisha në një mbledhje të kryesisë në Selim Blu një ditë pas protestës përpara kuvendit dhe seancës plenare që u shoqërua me tone të ashpra, ka bërë thirrje për më shumë mobilizim nga demokratët. Berisha ka cituar Washington Post, e cila sipas tij shkruan se kryeministri Rama është i përfshirë në afera sekrete me McGonigal, fakt për të cilin sipas tij duhet që opozita dhe shqiptarët të vijojnë revolucionin në mënyrë kreative. Lideri i demokratëve është tërhequr nga retorika e dhunës, duke bërë thirrje për qëndrese për mosbindje civile, pa specifikuar në ç'formë do të vijë kjo e fundit. Ka më madhe në Shtetet Bashkuara. Washington Post ose normat më dhatë. Edi Rama thot del i zhytur gjerë në fyt në afera sekrete me McGonigalin. Nuk është shkruar kota, ta keni shumë të qartë. Ai ka informacione të forta të plota. Ju e ndëgjuat. Gazetari Billit nga New Yorku deklaroi haptas se dokumentat Ministrisë Drejtësisë, por dhe ketime kërkimet gazetare faktoi se McGonigal u mor me Sali Berishën. Tani kthehemi prap. McGonigal është në burg. Ky rrin kryeministër këtu, po kur në kurrës. S'mund ta pranojmë këtë. Ndaj dhe duhet që të vazhdojmë me persistencë absolute këtë revolucion, në mënyrë kreative. Unë e di se çdo ditë do ndigjoni njerëz, do ndigjoni qytetarë që u thonë se pa dhunë nuk përbyset, nuk arrihet. Unë nuk them atyre dhe ju do t'u thoni se qëndresa është forcë. Dhuna nuk të sjell në objektivat që kërkon. Ne jemi në hapat më fillestare të mosbindjes civile, të shfrytëzimit të potencialit jashtëzakonshëm që ka mosbindja civile.
Ndërkohë, në deklaratat e kësaj të martes, Ali Berisha nuk është tërhequr nga pohimi se disponon video erotike të ish zyrtarit të FBI Charles McGonigal me ministre. Megjithëse 31 deputete socialiste kanë firmosur një kërkesë për përjashtimin maksimal të Ali Berishës nga kuvendi, ky i fundit nuk është tërhequr në akuzat e tij, teksa nuk kurseu as ironit. Po pavarësisht se pretendon se ka video, Berisha refuzon që t'i publikojë, duke thënë se do i dorëzoj vetëm në komisionet parlamentare që mund të për McGonigal në Shqipëri, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vion operacioni fijet për sekuestrimin e kamerave që janë instaluar në shkelje të ligjit. Në disa qytete të vendit janë sekuestruar kamera dhe ka nisur hetimet për shtetasit përgjegjës. Ky aksion nisi javë më parë pas indicjeve se grupe të strukturuara kriminale dhe persona me precedent penal i përdorin këto kamera për gjurmuar rivalët dhe policinë. Ka vijuar këtë të martë operacioni fijet i shtrirë në të gjithë qytetet e vendit. Policia bën me dije se janë shmontuar 20 kamera sigurie të vëna në kundërshtim me ligjin në Shkodër, Korçë dhe Fier, ndërkohë 8 persona janë vënë në hetim. Në njoftimin zyrtar të policisë thuhet, në kuadër të fazës së 12 të operacionit policor të koduar fijet, vjojnë kontrollet në zonat publike dhe në ambiente të shtetasve me precedent penal, të mbështetur edhe nga inteligjenca informative. Gjatë kësaj faze u çmontuan dhe u sekuestruan 20 kamera të tjera, të instaluara në kundërshtim me ligjin në qarqet Shkodër, Korçë dhe Fier. 8 shtetas u vënë në hetim për cënim të privatësisë dhe për të dokumentuar ligjërisht qëllimin përse ata i kishin instaluar këto kamera. Në Shkodër, në vende me frekuentim të lartë publik, në lagjet Vjet Koriku, Ndocmazi dhe Guerile, janë shmontuar 10 kamera të instaluara në kundërshtim me ligjit e vendit. Për të dokumentuar ligjërisht qëllimin e vendosjes së tyre, janë iniciuar hetimet për shtetasit me iniciale RZ dhe AB. Në qytetet Maligj, Bilish dhe Pogradec janë shmontuar në total 7 kamera dhe janë iniciuar hetimet për 4 shtetas, njëri prej cilëve babai i një shtetasi të shpallur në kërkim për vrasje dhe është përsëritës i montimit të kamerave në kundërshtim me ligjin. Më parë janë shmontuar 10 kamera, të cilat dyshohet se kontrolloheshin nga ky shtetas. Në Lushnjë janë shmontuar 3 kamera të tjera të instaluara në kundërshtim me ligjet e vendit dhe janë iniciuar hetimet për 2 shtetas. Deri më tani në të gjithë vendin janë shmontuar 528 kamera të instaluara në kundërshtim me ligjin, si dhe janë vënë në hetim 109 persona. Ulja e tarifave për energjinë për ujësjellësit dhe kanalizimet duhet të reflektohet në pagesën e borxhit, kështu ka deklaruar Kesh në një shkresë. Borxhi që ujësjellësi ka operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike është bërë sërish objekt diskutimi. Kjo pasi përmes një shkrese të korporatës elektroenergjitike shqiptare. Kjo e fundit arsyeton se ulja e çmimit të energjisë për ujësjellësit duhet të pasohet me rekuperimin e borxhit që këto kompani kanë ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Përmes kësaj shkrese që argumenton vendimin për uljen e çmimit të shitjes për këtë kategori abonentësh, Kesh citon kërkesën e Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizime dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë mbi nevojën e shoqërive ujësjellës kanalizime për aplikimin e tarifimit të veçantë me qëllim garantimin në aspektin financiar të veprimtarisë së shoqërive të ujësjelljes kanalizimeve, përfshirë rikuperimin e borxhit. Bazuar në këtë kërkesë, Kesh miratoi çmime më të ulta për ujësjellësit e lidhur me tensionin 35 kW, si dhe 20, 10 dhe 6 kW, që furnizohen nga furnizuesi i mundësisë së fundit, duke bërë që çmimi final i miratuar nga enti rregullatori i energjisë të pësojë rënja. Sipas vendimit të entit rregullator të energjisë, ujësjellësit e lidhur në tensionin 35 kW do e paguajnë energjinë elektrike me 9.33 lek kilovat për orë. Ky favorizim erdhi pas reformës në sektorin e ujësjelljes kanalizime, që i kaloi 51% të aksioneve Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe pas një rritje të ndjeshme të detyrimeve të papaguara që kanë këto ndërmarrje për energjinë. Sipas të dhënave të fundit, vlera e faturave të palikuiduara arrin në rreth 18.1 miliard lek, shifra më e lartë e akumuluar ndonjëherë
ndonjëherë nga institucionet jo buxhetore, të paktën që nga viti 2010, kur gjithsesi borxhi ishte ndjeshëm më i ulët se vlerat e sotme, me rreth 2.7 miliard lek të papaguara. Periudha kur borxhet e ujësjellsve ishin në nivele më të ulta është maj korrik 2015, ndikuar nga fshirja e detyrimeve të prapambetura që u ndërmor në vitin 2014, ndërkohë që pas korriku 2015, tendenca për të mos paguar energjinë e konsumuar ka qenë vetëm në rritje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur për një media franceze se perëndimi nuk duhet të shtojë presionet ndaj Kosovës, por ndaj Beogradit, pasi sipas tij është ky i fundit që kërkon destabilizimin në Ballkan. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për agjencinë franceze të lajmeve pas presionit në rritje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për të arritur një marrëveshje me Serbinë, tha se do të rezistojë çdo përpjekje për shantazh nga ana e perëndimit sa i takon kësaj çështje. Ai tha se njëja e Kosovës nga Serbia do t'i ndihmonte Beogradit të antarësohej në Bashkimin Evropian, ndërsa kërkoi që presioni ndërkombëtar të bie mbi presidentin serb Aleksandar Vučić, duke thënë se Beogradi po kërkon kthim pas në kohë. Pengesa jonë më e madhe është shkëmbgulja dhe kërkesa e Beogradit për një makinë kohe. Ata duan të kthehen në kohë dhe kjo nuk është e mundur. Kosova është vend i pavarur dhe do të jetë më mirë që dhe Serbia ta njohë Kosovën, ka thënë Kurti këtë mërkur në prononcim. Kurti këmbguli se bara për normalizimin e marrëdhënieve i takon Serbisë, të cilën ai e quajti një autokraci që ka lidhje të ngushta me Rusinë dhe po vijon të destabilizojë Evropën juglindore, rrjedhimisht dhe Ballkanin perëndimor. Në lidhje me insistimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si një mekanizëm që do t'ju jepte serbëve më shumë të drejta dhe garanci, kreu i ekzekutivit u shpreh se nuk mund të shantazhohet e as të friksohet. Ne nuk mund të shantazhohemi, nuk mund të kemi frikë. Ne jemi njerëz të guximshëm dhe ajo që kërkojmë është trajtim i drejtë, barazi dhe njohje reciproke. Nuk është e drejtë që të bësh presion mbi vendin më pro-evropian, pro-amerikan dhe demokratik në Ballkanin perëndimor. Presioni duhet të bëhet mbi Beogradin. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë organizoi një diskutim të mbyllur me përfaqësuesit e shoqërisë civile, institucionet kosovare dhe partitë parlamentare për asociacionin e komunave me shumicë serbe, në të cilën Kurti personalisht nuk ishte i ftuar. Ky takim i organizuar në ambasadë ka ardhur në një kohë kur është intensifikuar kërkesa amerikane për themelimin e asociacionit si parakusht për vazhdimin e negocimit dhe potencialisht arritjen e një marrëveshje bazuar mbi propozimin franko-gjerman. Prestigjozja New York Times ka paditur Komisionin Evropian në lidhje me mos publikimin e teksteve të mesazheve midis presidentes Ursula von der Leyen dhe përfaqësuesit të Pfizer lidhur me vaksinat kundër COVID-19. Prestigjozja amerikane New York Times ka paditur Komisionin Evropian në gjykatë për mos publikimin e teksteve të mesazheve midis presidentes Ursula von der Leyen dhe CEO-s së Pfizer, Albert Bourla. Gazeta do të përballet me avokatët e Bashkimit Evropian në gjykatën më të lartë të bllokut, duke argumentuar se komisioni përballet me një detyrim ligjor për të nxjerrë mesazhet që mund të përmbajnë informacion mbi marrëveshjet e bllokut për të blerë miliarda euro doza të vaksinës së COVID-19. Çështja u depozitua më 25 janar dhe u publikua në regjistrin publik të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë të hënën, por ende nuk ka informacion të detajuar. Politico shkruan se New York Times nuk pranoi të komentojë mbi rastin dhe as Komisioni Evropian. Padia vjen pas një hetimi të muajit janar të vitit 2022 nga avokati evropian i popullit Emily O'Reilly, i cili identifikoi keq administrim në përpjekjet e komisionit për të rikuperuar mesazhet pas një kërkese për akses publik nga një gazetar. Në përgjigje, komisionerja e Bashkimit Evropian për vlerat dhe transparencën pohoi se mesazhet mund të ishin fshirë për shkak të natyrës së tyre jetë shkurtër dhe kalimtare. E përditshmja gjermane Bild ngriti më parë një sër padish kundër komisionit, duke kërkuar zbulimin e dokumenteve në lidhje me negociatat për blerjen e vaksinave për COVID-19 të bëra nga Pfizer, BioNTech dhe AstraZeneca. Ndërsa disa nga peticionet e saj u hodhën poshtë nga gjykatat, Bild mori disa dokumente në lidhje me bisedat, duke përfshirë korrespondencën me email, duke filluar që nga qershori i vitit 2020. Lufta në Ukrainë ka hyrë në ditën e 355 mes frikës për sulme të shtuara nga Rusia dhe kërkesës së Parlamentit Evropian për ngritjen e një gjykate për hetimin e krimeve në Ukrainë.
Lufta në Ukrainë ka arritur ditën e 355. Ministria holandeze e mbrojtjes tha se 2 prej avionëve të saj luftarak kapën dje një formacion prej 3 avionësh luftarak rus mbi territorin e Polonisë dhe i shoqëruan ata jashtë hapësirës ajrore. Ndërkohë NATO do të mbajë sërish mbledhje me aleatët për të diskutuar furnizimet me avion për Kievin. Sipas mediave britanike, Mbretëria e Bashkuar është zotuar se është e gatshme të prodhojë armatime për Ukrainën. Ndërkohë nga Kievi nuk kanë munguar deklaratat që shprehin indinjat ndaj ish kryeministrit italian Silvio Berlusconi pas deklaratave të tij se nuk do të takojë presidentin Zelenski. Donse Berlusconi është përgjigjur se nuk është në anën e Putinit. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë thirrjen për qytetarët amerikanë që të largohen menjëherë nga territori rus. Sa i takon zhvillimeve të fundit nga Ukraina, Ministria e Shëndetësisë ukrainase është shprehur se forcat e armatosura ruse kanë bombarduar 540 spitale që nga fillimi i pushtimit. Një analizë e Institutit Britanik të Studimit të Luftës thotë se Rusia është e papërgatitur për të kryer operacione ofensive efektive të mekanizuara. Ndërkohë, kryetaria e Parlamentit Evropian Roberta Metsola ka kërkuar ngritjen e një gjykate speciale për krimet ruse në Ukrainë. Ajo shpreh se nuk do të ketë kurrë paqe për aq kohë sa nuk ka drejtësi. Ne të gjithë duam paqe, por në të njëjtën kohë paqja pa drejtësi nuk është paqe. Dhe kjo është arsyeja pse ne mbështesim ngritjen e një gjykate speciale për krimet rusa. Krimet e kryera kundër ukrainasve dhe shkatrimi i vazhdueshëm i infrastrukturës civile janë shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Duhet të fillojmë tani. Për këtë po bëjmë presion dhe do të vazhdojmë ta bëjmë deri në ngritjen e kësaj gjykate. Gjashtëdhjetë ndryshime trajnerësh në pak kohë kanë ndodhur në skuadrat e Superligës shqiptare, ku rekordin e mban Teuta dhe Kuksi me nga 3 ndryshime deri më tani. 16 herë janë ndryshuar trajnerët e 6 skuadrave të ndryshme të Superligës, kur ka kaluar vetëm gjysma e sezonit. Ky fenomen përsëritet prej disa vitesh në elitën e futbollit në vend. Shkarkimet dhe emërimet e trajnerëve në Superligë tashmë janë kthyer në diçka të zakonshme. Kampionati elitar prej vitesh tashmë glabron trajner, të cilët në disa raste shkarkohen nga puna edhe pas 2-3 ndeshjesh. I ngjashëm ishte edhe rasti Ardian Memës, i cili një ditë më parë u largua nga Kastrioti për t'i lënë vendin të rikthyerit Emiliano Cela. Sipas një vëzhgimi, bie në sy se 6 nga 10 skuadra apo 60% e ekipeve e kanë ndryshuar trajnerin të paktën një herë, kur është bërë pak më shumë se gjysma e kampionatit. Madje janë 4 skuadra, Teuta, Egnatia, Kuksi dhe Kastrioti, që deri më tani kanë emëruar 3 trajnerë të ndryshëm. Mbi të tjerat janë për t'u veçuar Teuta dhe Kuksi. Ekipi Dursake nisi sezonin me Renato Arapin, e vijoi me Bledi Shkëmbin, ndërsa tani drejtohet nga Edi Martini. 3 trajnerë kanë ndëruar dhe Kuksi, që pasi e nisi me Skënder Gegën, vijoi me Enkelej Dobin, ndërsa tani timonier ka Rahman Hallaçin. Sa kaq Egnatia dhe Kastrioti, pasi shkarkuan trajnerët e 2 të sezonit, kanë rikthyer ata me të cilët e nisën. 2 ekipet e tjera që kanë ndëruar të paktën një herë trajnerin janë Laçi dhe Bylisi. Shpeshherë njoftohet se ekipet ndërpresin me marrëveshje bashkëpunimet me trajnerët, por në të vërtetë kjo është një metodë për të fshehur të vërtetën, pasi të gjithë e dinë sa i pambrojtur është institucioni i trajnerit në klubet shqiptare. Rikthehet sonte magjia e UEFA Champions League. 2 ndeshjet e para do të përballin Milanin me Tottenhamin dhe Bayernin me Paris Saint-Germain. Benacer, Florenci me Njan dhe Dest, dhe si mbrojtësi Hernandez, portieri Neuer, apo edhe sulmuesi Mané. Në 2020 Bayern fitoi finalen e Champions League kundër Paris Saint-Germain, ndërsa një vit më pas francezët u akmorën duke eliminuar gjermanët në çerek final. Shikues të Bulevard Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, unë ju lë në shoqërinë e programacionit në vazhdim.